sigurisht do të rënojë vetvetiu për shkak të dëmtimeve gjatë djegjes në luftën e fundit. I përket më shumë stilit arkitektural që quhet arkitektura islame. Kontur. Mitrovica. Mitrovica është një qytet që nuk ecën, por rrah me ritëm, me kujtesë e me një energji që ndjehet në çdo hap. Këtu, çdo lagje bart një histori, çdo urë një lidhje, dhe çdo shesh një ritëm të kaluarës që jeton ende. Këshilli i Bashkësisë Islame në Mitrovicë ka qenë dhe mbetet një pikë e besueshme orientimi për besimtarët. Përmes punës së tyre të qetë të përkushtuar, ata ruajnë ritmin shpirtëror të qytetit, duke sjellë harmoni dhe duke mbështetur çdo iniciativë që pasqyron mirëbesimin dhe jetën në komunitet. Ata janë pra njerëzve në çaste gëzimi, në çaste vështirësie dhe në çdo hap të zhvillimit shoqëror. Në këtë rrjedh të historisë dhe të sotmes merr jetë projekti i xhamisë Hysen Çavush, e njohur ndryshe si Xhamia e Haxhi Veselit. Këtu, përveç xhamisë është parapare edhe një objekt ku do të jetë qendra e Këshillit të Bashkësisë Islame. Vendosur në një zonë me rëndësi të posaçme për Mitrovicën, kjo xhami synon të bëhet një pikë që bashkon lëvizjen e përditshme me qetësinë e shpirtit. Aty njerëzit kalojnë çdo ditë, ku rrjedha e jetës nuk ndalet. Kjo xhami pritet të ngrihet si një vend ndalese, reflektimi dhe bashkimi, një hapësirë që jep qytetit frymë dhe identitet të ri, pa e humbur të vjetrin. Në kuadër të këtij udhëtimi kemi zhvilluar një intervistë me kryetarin e Këshillit të Bashkësisë Islame në Mitrovicë, Ekrem Avdiu. Në këtë bisedë, ai ndan pikpamjet e tij me rolin që Këshilli ka në jetën shpirtërore të qytetit, sfidat dhe mundësitë e reja që hapen me projektet e rëndësishme në zhvillim. Përmes fjalëve të tij kuptojmë qartë vizionin, përkushtimin dhe dëshirën për ta parë komunitetin duke ecur përpara me vlera, me harmoni dhe me unitet. Kryetara na tregon më shumë lidhje me rëndësinë e këtij projekti që po e shohim këtu. Jemi në cepin e parcelës së projektit të Haxhi Veselit. Po e quaj projekti Haxhi Veselit, për arsye se këtu afër nesh është xhamia e Haxhi Veselit, ndërtimi i së cilës ka filluar. Prapa nesh është një objekt i ri i administratës së Këshillit të Bashkësisë Islame dhe një objekt i tretë i cilin të ardhmen ndoshta mbas 2-3 viteve do të ndërtohet prapë për nevojat e Këshillit të Bashkësisë Islame. Unë e mbaj mend kur ka qenë xhamia e vjetër, mbase jo ajo e shekullit 16, mirë po e mbaj mend kur është rindërtu në vitin 1981, për shkak se babai im ka qenë këtu imam në atë kohë, dhe ajo xhami ka funksionu, do të thotë deri në kohën e luftës, kur është djeg tërësisht. Pas luftës është renovuar dhe është restauruar disa herë. Kjo xhami edhe ky vend edhe kjo parcelë ndodhet në lagjën që njihet si lagja e Gori Mahallës, një lagje shumë e populluar e qytetit të Mitrovicës, një lagje madje edhe historikisht prej lagjeve që llogaritet se është zanafilla e qytetit, me një traditë edhe kombëtare, edhe fetare, edhe kulturore dhe në një farë mënyrë xhamia është duke u ndërtuar në një ambient shumë miqësor me komunitetin edhe me lagjen. Cilat ishin nevojat që e bën të nevojshme rënimin dhe ndërtimin pastaj të? Mendoj se janë 2 komponenta kryesore. E para, xhamia paraprake ishte me gjithë meremetimet që kishin ndodhur, nuk ishte objekt i cili ofronte komoditet për besimtarët. Pra, edhe sikur të mos e rënonim, unë mendoj se ndonjë pjesë e saj sigurisht do të rënojë vetvetiu për shkak të dëmtimeve gjatë djegjes në luftën e fundit. Nevoja tjetër ishte rritja dhe zgjerimi i xhamisë, që do t'i plotësonte nevojat e komunitetit edhe të besimtarëve. Duhet theksuar se kjo xhami këtu, unë jam rrit këtu në këtë lagje, jam rrit në këtë xhami, konsideroj se kjo xhami e ka ndoshta numrin më të madh të xhamatit në gjithë qytetin. Xhamia e re që do të ndërtohet do të ketë përmasa më të mëdha se ajo që ishte paraprakisht dhe shpresoj se vetëm brendia e xhamisë do të ketë hapësirë për 1200 deri 1500 persona që të falen me komoditet. Përveç faljes, cilat janë funksionet tjera që do t'i kryej xhamia? Po xhamia si zakonisht, si të gjitha xhamit tjera, përveç faljes do të kryen edhe mësimet e ndryshme, ligjëratat e ndryshme, shërbimet komunitare, të cilat realisht janë as njohura që ndoshta edhe nuk ka nevojë të përmenden në mënyrë të veçantë. Pra do të ketë përveç faljes edhe shërbime përcjellëse, sigurisht se është mësimi i fëmijëve, i të rritunëve, mësimi i Kuranit të ngjashme. Po, a ka ndonjë veçanti kjo xhami?
Unë mendoj se veçantia dhe përparësia e kësaj xhamie është pikërisht pozicioni i saj. Nuk kemi në qytet një xhami e cila ka kaq vend sa ka kjo xhami, po gjithashtu do të thoja se ndoshta nuk kemi në qytet një xhami e cila është e përpunuar me xhamat, me lëvizje, me aktivitete sikur se është kjo xhami. Kryetar, në cilën fazë janë punimet dhe kur pritet të përfundohen? Sikur mund ta shihni, për momentin jemi duke finalizuar fazën fillestare të themeleve të xhamisë. Është një projekt, unë tash duke u marrë me këtë punë, e kom kuptu, nuk kam ditë çka është kjo, një pllakë shiritore e cila ka kostën e vetë edhe në aspektin material e financiar, po edhe në atë kohor, por që realisht është më, me lejen e Zotit, domethënë, më e gatshme për t'i rezistu kohës ndoshta me shekuj. Edhe në momentin që përfundon kjo fazë, atëherë do të vazhdohet me ngritjen e shtyllave tjera dhe mureve. Shpresoj që në këtë fazë, ndoshta para përfundimit të vitit, ta kemi një skelet mbi tokë të xhamisë, ndërsa për shkak se jemi në fillim të dimrit, me remetimet dhe gjëra tjera duhet të presim mbase deri në fillimin e pranverës, me një optimizëm ndoshta të theksuar, pres që deri në fund të vitit të ardhshëm të përgatitet për të falur në te. Se i përket anës financiare, si u bë mundur ndërtimi i xhamisë dhe cili është mesazhi juaj që dhurojnë për projekte të tilla, veçanërisht që këto projekte të shkojnë nëpërmjet Këshillit të Bashkisë Islame, në këtë rast në Mitrovicë? Historikisht të gjitha vakëfet, përfshi edhe xhamit edhe projektet e Bashkisë Islame, janë ngritur duke u bazuar në kontributin e xhamatit kryesisht. Kështu është puna edhe me këtë xhami, edhe me xhamin e Haxhi Veselit. Njerëzit në bazë dietore japin kontribute, nganjëherë janë më simbolike, nganjëherë janë më të theksuara, edhe kësaj do të thotë ne në një farë mënyrë e dim parafërsisht koston orientuese të projektit, po e dim parafërsisht gjithashtu edhe ka do t'i sigurojmë ato mjete. Ndërsa porosia dhe mesazhi im për të gjithë kontribuesit që kanë kontribuar, po edhe ata cilët janë potencial, është që të kujtojmë se një investim i këtill është investim në të ardhmen jo vetanakëve, në të ardhmen e komunitetit, në të ardhmen e brezave, e që realisht se vapi u shkon gjithë atyre vakefëve, atyre cilët dhanë kontribut për vakefet e ndryshme. Në Mitrovicë, krahas projekteve të reja, po marrin formë edhe restaurime të rëndësishme, që synojnë ta ruajnë kujtesën e qytetit dhe të japin vlerë trashëgimisë së tij. Këto ndërhyrje rikthejnë në jetë hapësira që kanë shërbyer brez pas brezi, duke i bërë pjesë të së sotmes dhe të së ardhmes së qytetit. Kryetar, çka tjetër po zhvillohet në Mitrovicë? Ka restaurime, renovime që janë në kuadër të Këshillit ose në mbikëqyrje? Menaxhimi i xhamive është sfidë gjithsesi. Të gjitha xhamit kanë nevojë të kohë pas kohëshme për investime të caktuara. Kryesisht këte e bojnë imamët në koordinim me xhamatet e tyre. Jemi të kënaqur me atë që ndodh, për shkak se të gjithë zakonisht i sillin planet dhe projektet në Këshillin e Bashkisë Islame për të aprovuar, e pastaj vazhdojnë. Sa kemi përcjellë mbarvajtjen e punës së xhamive, të gjitha xhamit janë me një infrastrukturë të mirë edhe komode për të kryer aktivitetet fetare. Për te i kësaj, ne si Këshilli i Bashkisë Islame jemi duke punuar krahas projektet të xhamisë së Haxhi Veselit edhe në 2 projekte. Projekti është ndërtimi i objektit të administratës, objektit të ri të administratës së Këshillit, i cili është këtu prapa meje, një objekt 3 katësh, P+2, i cili do të ofrojë një infrastrukturë të mirë fillt për administratën e Këshillit të Bashkisë Islame. Pastaj në qendër të qytetit jemi duke finalizuar një projekt tjetër, ta quajmë një shkollë të Kur'anit apo një kurs të Kur'anit, një ndërtesë 4 katëshe, e cila do të ketë parafërsisht 800 deri 900 metra katror. Ndërtimi i vrasht ka përfundu, finalizimi do akoma mund kohë dhe investim, nuk jemi duke u ngutur gjithsesi, por është një projekt i cili gjithashtu qyteti Mitrovicës ka nevojë për te, për shkak se do të ofrojmë mundësi që fëmijët tanë, djem e vajza, të mësojnë leximin e Kur'anit në nivelet e ndryshme. Këto objekte po marrin formë dhe po konkretizohen fal punës së arkitektëve të zotë si Edison Tornava dhe Feriz Kadriu, të cilët po japin Mitrovicës një frymë të re përmes restaurimit dhe kujdesit profesional ndaj hapësirave historike. Në kuadër të projektit Kontur kemi zhvilluar edhe një intervistë me arkitektin Feriz Kadriu, i cili ndan vizionin për kushtimin dhe sfidat e këtij procesi, duke na sjellë më afër punën që qëndron pas çdo detaji, të ruajtur dhe të rikthyer në jetë.
Po, realisht stili arkitektural i xhamis Haxhi Veseli bashkë me pjesën përcjellëse të kompleksit dhe objekteve të tjera përcjellëse i përket më shumë stilit arkitektural që quhet arkitektura islame, realisht. Mirë po është një stil arkitektural i cili daton shumë shekuj më herët. Një stil i cili nuk është prezent vetëm në institucionet fetare, mirë po është një stil arkitektural i cili mund gjendet prezent është gjendë realisht si stil edhe në pallate, në fontana, edhe në objekte institucionet të tjera nga përdorimi i njerëzve. Mirë po si stil, xhamia në kontekstin arkitektural dhe në kontekstin vizual të përjetimit nga fasadat të jashtme, prezantohet qartë me elemente monumentale, me harqe, me dritare harkore, me hyrje të theksuara, me shtylla të stilit islamik, me prezencë të mermerit si material bazë, mermerit në ngjyra të ndryshme, mermeri i bardhë dhe mermeri i zi, si dhe materialeve të tjera. Në këtë rast po flasim për mermerin traventin, i cili në vete ka një prezantim të qartë, të bukur dhe të pastër në vetvete. Na tregon më shumë lidhje me karakteristikat e xhamisë, për masat, kapaciteti, sa persona mund t'i zërë brenda, komod ky objekt. Karakteristikat fizike të projektit të xhamisë Haxhi Veseli realisht janë 18 me 25 zona kryesore e xhamisë, e cila si objekt do të ngritet në 2 etazhe në zonën e përdhesës që si tërësi ka rreth 420 m2 me pjesën hyrëse, e cila do të ndodhë nga rruga kryesore që shihet më tutje, edhe pjesa e katit të parë, e cila njështu ka një sipërfaqe rreth 170 m2. Pra atje është parapar pjesa hyrëse, në mënyrë që qasja ndaj xhamit të jetë më e lehtë. Sigurisht, hyrja qendrore nga xhamia do të bëhet nga rruga kryesore, edhe si tërësi xhamia hapet nga 2 rrugë të zonës, edhe cila realisht ofron një transparencë dhe një qasje pak më miqësore për gjithë qytetarët e rrethinës. Hyrja qendrore është parapa drejt rrugës kryesore të bëhet, mirë po edhe për shkak të orientimit specifik të cilin duhet ta ketë xhamia si institucion fetar. Pjesë integruar e objektit të xhamisë janë edhe pjesa e lokaleve afariste, sigurisht të cilat do të shërbejnë në përdorim të funksionit edhe mirëmbajtjes më tutje të xhamisë. Pjesë interesante në kuadër të këtij projekti sigurisht ka qenë pjesa e përmbajtjes drejt memorjes edhe rëndësisë së memorjes kolektive realisht, edhe në këtë rast neve po flasim për një xhami e cila historikisht xhamia Haxhi Veselit ka qenë pjesë e shumë zhvillimeve historike, ekonomike, sociale, kulturore, sidomos edhe fetare për qytetarët e qytetit të Mitrovicës. Prandaj neve kur flasim për këtë institucion të ri edhe këtë projekt të ri, po flasim për një minare e cila është projektuar fiks në fundamentin ose në gur themelin ku ka qenë edhe minarja paraprake e xhamisë Haxhi Veseli, objektit të vjetër. Xhamia si projekt, si tërësi në vete, përveç stilit arkitektural, tenton të sjellë një ndjesi të re për të gjithë qytetarët të cilët e praktikojnë fenë islame. Edhe në këtë rast integrimi i ndriçimit edhe orientimit drejt djellëzimit edhe dritës natyrale ka qenë një komponent shumë interesante për përjetimin e brendshëm të xhamisë, sidomos gjatë kryerjes së ritualeve fetare. Neve këtë rast po flasim për një pjesë qendrore të fasadës kryesore nga rruga dytësore e zonës, po flasim në cilën projekti parasheh përdorimin e dritareve të gjata në formë harkore, të cilat do të lejojnë depërtimin e djellëzimit edhe ndriçimit natyral, mirë po në kohë paralele në të cilat parashihet të jenë pjesë të integruara disa zona këndore të cilat do t'japin një efekt natyrshmërisë edhe një efekt interesant në përjetimin e brendshëm të hapësirës. Xhamia si projekt dhe si tërësi, përveç karakteristikave fizikeve të cilave po flasim, kjo ngritet në një kupoll të lartë rreth 8 metra, si dhe minarja të cilën ju thash është një karakteristikë interesante, do të ngrihet
e lartë rreth 30 metër. Domethënë neve po flasim për karakteristika të reja, për shkak se po flasim për module të reja, për kërkesa të reja, të cilat janë shtu gjatë periudhës kohore. Kështu, rrugtimi ynë në Mitrovic mbyllet me zërat, historitë dhe vizionet e njerëzve që po japin qytetit formë të re. Nga projektet e mëdha deri te restaurimet me kujdes të veçantë, çdo hap tregon për kushtimin dhe dëshirën për t'i ruajtur vlerat, duke krijuar një të ardhme më të ndritshme. Mitrovica vazhdon të ndërtoj, të rikthej dhe të besoj, dhe ky është rrëfimi që e bën këtë qytet të qëndrojë fuqishëm në kohë. Xhamit e Allahut i ndërtojnë vetëm ata që besojnë në Allahun dhe ditën e fundit, që falin namazin, japin zekatin dhe nuk i friksohen askujt tjetër përveç Allahut. Këta janë prej të udhëzuarve. Kontur.